Sekreti i fshehur i shkronjës së parë. Pse shpirti yt po vuan? Të dashur miq, sot po ju ftoj të ulemi bashkë në një hapësirë të qetë, jo për të mësuar diçka të re me mendjen, por për të dëgjuar diçka që tashmë e dim thellë në zemër. Emri ynë, ai tingull i parë që na thirrën kur erdhëm në këtë botë, nuk është thjesht një etiketë sociale. Është si një farë e vogël që u mbjell në tokën e shpirtit tonë. Është vibrimi i parë që na shoqëron gjatë gjithë rrugëtimit. Sot do të ecim bashkë drejt asaj fare, do ta dëgjojmë, do ta ndjejmë, pa nxitim, pa gjykim. Le të fillojmë me vetdije të plotë. Ne nuk jemi emri ynë. Ne jemi vetdia që përjeton jetën përmes atij emri. Por emri është si një busull e lashtë, na tregon drejtimin ku shpirti ynë ka zgjedhur të mësojmë më shumë, na tregon edhe hijen që duhet të përqafojmë që të shërohemi. Sot do të kalojmë në tingujt e alfabetit, jo si shkencë thatë, por si poezi shpirtërore. Do të shohim se si secila shkronjë mbart një element të natyrës, një cilësi të bukur dhe një sfidë të fshehur. Dhe në fund do të kuptojmë pse kjo njohuri nuk shërben për të gjykuar, as veten, as të tjerët, por për të hapur dhe mshuri të thellë. Përshëndetje miq të dashur. Para se të ndiqni këtë video, mos harroni të pëlqeni faqen tonë dhe të shpërndani videot miqve tuaj. Është shumë e rëndësishme për ne për mirëmbajtjen dhe rritjen e faqes sone. Seksioni 1. Emri si vibrim dhe farë. Imagjinojeni momentin kur nëna jote, baba yt, gjyshja, shqiptuan për herë të parë emrin tënd. Atë tingull të parë. Ai tingull nuk u zhduk. Ai vazhdon të dridhet brenda fushës së energjisë tënde, si val në një liçeni të qetë. Në traditat e lashta të shumë kulturave, nga India tek Kabala, nga sufizmi tek shamanizmi, emri shihet si mantra personale. Tingulli i parë i emrit është zanoria ose bashkëtingëllorja dominuese që hap portën e rrugëtimit tënd. Për shembull, nëse emri yt fillon me A, është si të hapet një derë drejt diellit. Nëse fillon me B, është si të prekësh tokën me zemër. Nëse fillon me një shkronjë si G ose Q, është si të hysh në një shpellë të thellë ku banon mençuria. Ky tingull i parë nuk është fati yt i prerë. Është potenciali. Është drejtimi ku shpirti yt ka zgjedhur të ketë përvojën më të madhe të rritjes. Prandaj, kur e shqiptojmë emrin ton me vetdije, e aktivizojmë atë farë. Seksioni 2. Grupet e shkronjave, analiza e detajuar. Grupi 1. A, R, J, zjarri i udhëheqjes. Le të nisim me zjarrin. Shkronjat A, R, J. Shkronja është zanoria e hapjes, e fillimit, e autoritetit. Është si të dalësh në majë të malit dhe të shohësh gjithçka poshtë. Personat me atë fort në emër mbartin një thirrje natyrore për të udhëhequr, për të ndezur dritët e të tjerët. Shkronja R shton ritmin, pasionin, lëvizjen e zjarrit. Është si era që fryn flakën dhe e bën atë më të madhe. Shkronja i shton optimizmin, gëzimin, dëshirën për të fluturuar lart. Këta njerëz janë si dielli, japin dritë, ngrohtësi, frymëzim. Por hija e tyre është djegja. Mund të digjen vetë nga pasioni i tepërt, mund të djegin të tjerët me fjalë të ashpra ose me pritshmëri të larta. Mësimi i tyre më i madh është të mësojnë të kontrollojnë zjarrin, ta kthejnë në dritë që ngroh, jo në zjarr që shkatëron. Grupi 2, B, L, S, O, uji i zemrës dhe empatisë. Tani le të zbresim në ujë, elementin e zemrës. Shkronja B është si një përqafim i ngrohtë, si toka që ushqen rrënjë. Personat me B dominojnë shpesh kanë nevojë të madhe për të lidhur, për të kujdesur, për të krijuar familje emocionale. Shkronja L shton butësinë, rrjedhshmërinë, dëgjimin e thellë. Shkronja S shton paqen, harmoninë, dëshirën për të shëruar. Shkronja O shton ndjeshmërinë shpirtërore, intuitën, lidhjen me qiellin dhe tokën njëkohësisht. Këta shpirtra janë si lumenj, ushqejnë gjithçka rreth tyre. Por hija është humbja e kufive. Mund të japin aq shumë sa të thahen vetë. Mund të thithin dhimbjen e botës dhe të harrojnë veten. Mësimi i tyre, të vendosin kufi të shenjtë, të mësojnë të thonë jo me dashuri, që lumi i tyre të rrjedhë i pastër dhe i fortë. Grupi 3, D, M, T, toka e qëndrueshmërisë. Tani vjen toka, forca e malit, rënja e lisit.
Shkronja D është qëndrueshmëria, durimi, besnikëria. Shkronja M shton mbrojtjen, kujdesin për strukturën, për shtëpinë e brendshme dhe të jashtme. Shkronja T shton disiplinën, forcën e heshtur, vendosmërinë si shkëm. Këta njerëz janë si pemët shekullore, nuk lëvizin lehtë, por kur lëvizin krijojnë hije të madhe për të tjerët. Janë shtylla, por hija e tyre është ngurtësia. Mund të bëhen të pathyeshëm deri në pikën ku thyen veten ose të tjerët kur jeta kërkon ndryshim. Mësimi, të mësojnë lakëshmërinë e degës në erë, pa humbur rrënjën. Grupi 4, ajri i imagjinatës dhe rrjedhës. Ajri lëvizja e lirë, fryma krijuese. Shkronja S është krijimtaria, kurioziteti, aftësia për të parë atë që të tjerët nuk e shohin. Shkronja E është rrjedha, fleksibiliteti, aftësia për t'u përshtatur si era. Shkronja shton valët e thella të imagjinatës, ëndrat e mëdha, lidhjen me botët e padukshme. Këta shpirtra janë si artistë të jetës, krijojnë, fluturojnë, frymëzojnë. Por hija është mungesa e tokëzimit që mund të humbasin në ëndra dhe të mos i materializojnë kurrë. Mund të ndihen të copëtuar pa një qendër. Mësimi, të gjejnë tokën e tyre të brendshme, të ankorohen që ajri i tyre të mos shpërndahet, por të ndërtojë ura të bukura. Grupi 5, G-I-N-C. Thellësia e vetmisë dhe e vërtetës. Dhe në fund shkronjat e thellësisë të errësirës shëruese. Shkronja G është gërmimi drejt së vërtetës, kërkimi i thellë. Shkronja I është introspeksioni, drita e brendshme dhe etmia e shenjtë. Shkronja N është mençuria e natës, intuita e fshehur. Shkronja Q është pyetja e përjetshme, kërkimi I kuptimit më të thellë. Këta shpirtra duan vetminë sepse aty gjejnë Zotin, të vërtetën, veten. Janë si minator të shpirtit. Por hija është izolimi I tepërt. Mund të harrojnë botën e jashtme, mund të mbyllen aq shumë sa të mos lejojnë dritën e të tjerëve. Mësimi, të ndajnë thellësinë e tyre me botën pa u zhytur plotësisht në errësirë. Përfundimi dhe mesazhi I dëmshurisë. Tani, le të mbyllim syt për një çast. Merr frymë thellë, shqiptoje emrin tënd në heshtje, dëgjoje tingullin e parë, ndjeje vibrimin. Çfarë të tregon? Çfarë cilësie të bukur mbarth? Dhe çfarë hije të fton të përqafosh? Kjo njohuri nuk është për të thënë, unë jam kështu, ti je ashtu. Është për të thënë, të shoh. Të shoh me dëmshuri dhe të dua pikërisht sepse ke këtë rrugëtim unik, emri yt është mjeti yt shpirtëror. Përdore për t'u kthyer te qetësia e zemrës. Përdore për të kujtuar se je shumë më tepër se tingujt që të emëruan. Faleminderit që ishe këtu me mua sot. Nëse ky mesazh të preku ndaje me dikë që e do shqiptoj emrin e tij me dashuri. Le të takohemi sërish në zemër. Paqe dhe dritë.